Njëtari në përgjëshëm Tese Ratë parë Vitë gjitha shëndet E dyta kolegjal Sigurisht do të kemë kur do të marrim vendime situatat. Si vendime kryesore që u morën gjatë kësaj mbledhje janë Zotëri Faton Ahmeti emërohet shef i kabinetit të kryetarit, zëdhënëse e partisë do të jetë zonja Arta Bilalli Zendeli në këtë rast personalisht unë, dhe këshilltar për marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Zotëri Shemsedin Sembeqiri. Gjithashtu, në pajtim me statutin e miratuar në kongresin e fundit, kryetari emëroi edhe kryetar degësh si në vijim. Për Tetov, Zotëri Bajram Rexhepi, për Kumanov, Zotëri Ridvan Hasani, për Struk, Zotëri Faton Pollozhani, Gostivar, Zotëri Valdet Xhaferi dhe për degën e Çajirit, Zotëri Bujar Osmani.